dua të them për koincidence faktin që aty në Kërtec ka patur 2 demontime. Një ka qenë demontimi i fishekëve dhe më pas ka qenë demontimi i prellave. Në demontimin e fishekëve sigurisht që kam punuar edhe të mitur. Një ndër ata kam qenë edhe unë. Gjatë 3 muajve të verës, kur ishim pushim me shkollën. Në demontimin e prellave nuk kam punuar aty për shkak të shkollës, angazhimeve më pas, por që kisha edhe fëmijë të punësuar. Ju çfarë pune bënit konkretisht atje kur punonit atë kohë të pushimeve verore? Po, demontimi i fishekëve ishte heqja e fishekëve nga krori, hapja e arkave, gjëra të tilla, po tash rreth 1 muaj, 2 muaj pushimet e verës edhe jo më shumë. Sa fëmijë ishin të punësuar, me aq sa mban mend atë kohë? Nuk mund ta them dot një numër të saktë. Në përafërsi? Nuk e di, di që kisha fëmijë të punësuar, po se sa mund të ishin numri jo. Pak a shumë ishin plagjes ose njerëz që vinin nga fshatrat e Vorrës.